Një pyetje të përgjithshme sa i përket idesë së kësaj ekspozite, ku po mbahet dhe si lindi pra ideja? Atëherë, në kuadër të festimeve të pavarësisë së Kosovës, pra në të 18 dhjetor të pavarësisë së Kosovës, dy institucionet tona, Drejtoria e Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, edhe në vijim të aktivitete përbashkëta që këto dy institucione organizojnë, kemi sjellë këtu në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës një ekspozitë dedikuar figurave të shquara, për personalitetet të shquara të Kosovës, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në historinë e shtetëformimit të administratës dhe institucioneve të shtetit shqiptar. Ne kemi konsideruar periudhën e viteve 1998 deri në 1944 si një periudhë shumë të rëndësishme të formimit dhe të, po themi, funksionimit real të administratës së shtetit shqiptar në ato vite. Kuptoj. Mirë, ndërkohë, zoti Aliu, duke ndalur pikërisht te kjo periudhë që sapo përmendëm, cilat kanë qenë edhe figurat më të rëndësishme dhe kryesore që kanë kontribuar? Fillimisht përshëndes gjithë shikuesit e Ora News. Arkivi i Kosovës dhe arkivat e Shqipërisë pothuajse janë një, çdo ide që ne krijojmë përbashkët dhe kjo ekspozitë është në këtë kuadër. Këtë rast kemë marrë dokumentet nga Arkivi Qendror Shtetëror, me qenë se për periudhën 1920-1944 gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me shqiptarët e Kosovës gjenden në Arkivin Qendror Shqipërisë. Dhe fillimisht këtë ekspozitë kemi vendosur që të publikojmë dokumentet për 7 personalitete, duke filluar prej Hasan Prishtinës, Hoxh Kadri Prishtina, Salim Vuçtërna, Recep Krasniqi, Recep Mitrovica, deri te Celo Begu, Kryeziu dhe Xhafer Deva. Këto figura janë ato që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në administratën e asaj kohe dhe është mirë që historiantë dhe çdo studiues të ketë qasje në dokumentet, në burimet të drejtë për drejta që i ruan arkivat, sepse historia shkruhet nga dokumentet dhe nga arkivat, sepse arkivat janë realisht kujtesa e këtij